emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut të madhëruar, ndërsa salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi Muhammedin alayhis salam dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, në fillim, më lejoni që t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bereqetet e Zotit qofshin mbi të gjithë ju. Meqense, tema jonë sot është rreth muajit të bekuar të Ramazanit dhe vlerave të agjërimit, dua të filloj këtë temë me një urim për të gjithë muslimanët me ardhen e muajit të mëshirës, të begatisë dhe të reformës shpirtërore. Allah i madhëruar në një hadith kutsi thot: çdo vepër që i bën e biri i Ademit e bën për veten e tij, përveç agjërimit, atë e bën për mua dhe unë do ta shpërblej. Nga kjo kuptojmë se agjërimi është një akt i sinqert mes agjëruesit dhe Allahut, një fshehtësi që nuk e di askush tjetër përveç agjëruesit dhe Allahut. Prandaj, të dashur besimtar, kur mos e nervozoni punën që bëni, përkundazi, jeni të vetëdijshëm për madhështinë e kësaj vepre dhe prisni një shpërblim të madh nga Allahu, se ai kur nuk lodhet duke dhënë bekati. Ramazani në mëson t'i themi jetës ndalo jetë, se njerëzit janë të Zotit e Zoti ka krijuar krijese më fisnike. Allahu i lartësuar në Kur'anin fisnik thot: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O ju që besuat, agjërimi ju është bërë obligim, ashtu siç ishte obligim edhe për ata para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Surja El-Bekare, ajeti 183. Ky ajet tregon qartë se agjërimi synon të formojë një personalitet të plot besimtar, që e pastron zemrën nga të këqijat dhe është një shembull në familje e shoqëri. Muhamedi alayhis salam në një hadith thot: kur hiri muaji Ramazanit, hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit dhe zinxhirohen gjajt. Një thirrës bën thirrje: o ti që bën punë të mira, shtoj ato; o ti që bën punë të këqija, ndalo. Ky muaj nafton të reflektojmë dhe të bëjmë ndryshime në jetën tonë, jo vetëm në aspektin shpirtëror, por edhe atë fizik. Agjërimi nuk është vetëm një detyrë fetare, por edhe një dhuratë për trupin tonë. Po ashtu, nga vetë agjërimi ne kemi edhe përfitimet shëndetësore. Agjërimi ndihmon në uljen e nivelit të kolesterolit dhe sheqerit në gjak, eliminimin e toksinave nga trupi, forcon sistemin imunitar dhe krijon zakone të shëndetshme të ushqyerit. Po ashtu, ne kemi edhe shpërblime në muajin e Ramazanit. Kush bën një vepër vullnetare në këtë muaj, Allahu e shpërblen sikur të ketë bërë një fars. E kush bën një fars, shpërblet sikur të ketë bërë 70 farze. Aroma e gojës së agjëruesi, megjithëse mund të mos jetë e këndshme për njerëzit, por tek Zoti është më e mirë se era e miskut. Kjo është muaj i mundësive të mëdha për të fituar sevape dhe mëshirën e Allahut. Besimtar të nderuar, ne jemi udhëtar mbi anijen që lundron e cila nuk ka të ndalur. Gjërat vijnë e shkojnë me shpejtësi, por zemra e besimtarëve të sinqertë do të vuajë mallin e këtyre ditëve shpirtërore që largohen me shpejtësi. Atëherë, le të bëhemi në këtë muaj qendër e drejtimit, llampe udhëzimit dhe lexues të vazhdueshëm të Kuranit. Rëndësi të madhe besimtari në muajin e Ramazanit, po ashtu duhet i kushtoj edhe namazit. Më kujtohet një rast ku Selman Farisiu thot: një ditë me të dërguarin e Allahut ishim ulur në një dru, ku pejgamberi alayhis salam mori një deg e shkunti derisa i ranë të gjithë gjethet. O Selman, a nuk do të pyesi pse e bëra këtë gjë? Ai u përgjigj: o i dërguari i Allahut, mezi po pres që ta di qëllimin tuaj. Atëherë, i dërguari i Zotit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: kur muslimani të merr abdes dhe të fal 5 kohët e namazit, mëkatet e tij do të bien ashtu siç ranë gjethet e kësaj deke. Pra, kështu është muaji i Ramazanit, me mëshirën e madhe që posedon, nëse njeriu është i kujdesshëm në namazin e tij, në përmendjen e Zotit dhe ruajtjen e gjuhës, që të mos të flet të fjalë me të cilët e hidhëron krijuesin, do të dalë në fund të këtij muaji i pastër nga mëkatet, ashtu si u pastru druri nga gjethet pasi e shkundi
i dërguari i Allahut. Në fund, lutim Allahun, o Allah, na pranon nga ne agjërimin, lutjet dhe veprat tona të mira. Na bëj prej atyre që e gëzojnë mëshirën tënde dhe na udhëzon në rrugë të drejtë. Assalamu alaikum.